Shpeshherë është folur për raste ngacmimesh seksuale nga të rritur në drejtim të fëmijëve, por edhe nga të moshuar, kryesisht të moshave të ndryshme. Por asnjëherë nuk janë paraqitur pamje. Për herë të parë News 24 po tregon pamjen e një rasti të tillë, si dhe historinë, e cila vjen për dy arsye. E para për ndërgjegjësim dhe e dyta sepse janë vetë familjarët që duan të denoncojnë lënien të lirë të personit që ka kryer ngacmimin. Vajza 11 vjeçare ka qenë pre e ngacmimit nga ana e një 72 vjeçari në qytetin e Enjmarës, ku pas 2 ditësh ai është lënë i lirë. Ajo do na tregoj se çfarë ka ndodhur, e shoqëruar së bashku me baban e saj. Çfarë ka ndodhur atë ditë? Kur veja të merja buk, ai buri më erdhi nga mbrapa. Unë nuk ja mora për keq se kemi të bëjmë. Edhe vajta të merja bukën, erdhi dhe ai në atë çast aty. Më puthi një në faqe, mirë, nuk e ja mora për keq dhe më dha një 2000 lekë. E mora 2000 lekë, po pastaj donte të më puthe për herë të dytë. Unë i dhash kokën këtu të më puthte. Ai ul më poshtë, edhe më puthi në gojë. Nuk më thash një gjë në fillim fare, më pyeti që si e ke babin dhe mami. Nisha ngrirë e tëra vajta të shitës ja. Qa i të shitës? Që nuk kisha folu, më pyeti shitës ja ke qake, e i thash më puthi në gojë. A i buri fshehështë. Vajti duke qa? Po, shitës ja donte ta ndiqta, i nuk ndiqeshte vinte më afër meje. Qa thoshte kur vinte afër teje? Mos ja thuaj babit, se do vras veten me çifte. Të ka ngacmuar herë tjetër ky plaku? Jo, vetëm më kishte qerasur, edhe më puthte në kokë. Kjo ishte ere parë që afrojnë atë? Po. Ne pam të filmimi që ai nxori lekët dhe ishin 2000 lekë, Po, kur ja hodha unë ati, filloi dhe më tha që po ja the babit, do marrë çiften e do vrajmë dhe u betua te djali. Mbas asaj, ti s'po vete në shkollë? Jo, kam frikë, i thash babit që po nuk më çon ai në shkollë nuk vete. Edhe çdo njeri që më prek, më duket sikur më prek ai. S'kemi noi pasur një lidhje familjare, një hyrje dalje, s'kemi pasur asnjë diçka. Thjesht një bur i moshuar, si gjithë burrat e moshuar të Enjmarës, që respektojnë fëmijët tanë, se jemi një komunitet shumë i vogël. Dhe respektojmë njëri tjetrin. Para një muaji të gjysmë, zotëria në fjalë që flasim, shoku Marko Guma, kishte kapur vajzën e ish, shokut tonë të nderuar. Dhe për probleme jo fakte që nuk kishin, vajzën e nxorën me probleme psiqike. Dhe unë i kërkoj drejtësisë dhe të gjithë komunitetit të Enjmarës, i cili ai zotëri nuk kishte vend për të ardhur në Enjmarë. Nuk e di cila është drejtësia. Fakti që ai është lënë i lirë, kjo ju ka shqetësuar më tepër? Më tepër. Doni dhe ta Më tepër se kur arrita që u shkëputa nga puna, shkova në shtëpi. Dhe kur shkova në shtëpi, me herën e parë që kishte ndodhur, nuk e gjeta të tronditur vajzën, sa e gjeta medaljen e zotërisë. Jam i kënaqur nga policia e Enjmarës, se në qoftë se ata nuk kishin bërë veprimin e shpejtë, drejtësinë do ja jepja unë vajzës time. Dhe tek prokurori ose tek gjykatësi do isha unë, si prind. Është krijuar një situatë tensionuar mes jush dhe 72 vjeçarit? Deri tani jo, po do krijohet. Nëse ai qëndron. Po, në qoftë se ai qëndron në Enjmarë do krijohet.